lafeve me zveti, edhe në senet vogla. Okej. E përmendëm ma herët algoritmin, edhe po munduhem me qitë në pa disa diskutime që i dëgjojmë kudo, qoftë në shkollë, qoftë në kafe, të përdoruzve të telefonit, që jemi të gjithë. Te algoritmi, kjo puna që sa e përmendani diçka me njëherë ndel, po më përgjën, diçka nuk është në rregull, është qetësuese, sa e sigurt është kjo për privatsin e vetë përdorusit, që me ndonë? Faktikisht tash kjo pjesa atë dëgjën telefoni është shumë diskutabile. Edhe hala nuk është... A s'ka ndodhur ty në herë në i rasti t'il që... Po, ama... pak jenë di frekshëm. Aty është ideja se njerëzit nuk e... Qas shumë e përdorin telefoni, so që nuk e vrejnë sa shumë e përdorin telefoni, edhe sa shumë komunikujnë me njëri tjetër me telefon. Tash në momentin që po në nolna, tash algoritmit jenë bu qas të avancume, so që nëse veç një sekund ma shumë rrimin një post të e këshyrë, ka më sugjeru shumë ma shumë që t'i sani. Tash nëse me një post u konë nashta një majice specifike, nëse veç një sekund ma shumë kom nejtë me këshyrë, ka më mdollë që e majice në reklam. Ose nëse i kom shu një shokët, hej, kom e shku në date, ka më mdollë sa në date të reklam. Që ato janë official, kështu që bohen, që ato janë ato cookies që i pranojnë, edhe terms and agreements që kejti pranojnë nuk i lezën kërkosh, e so atë dëgjën ajo është da thojnë, po, da thojnë ju, di që më thonë. Atë ka ndodhë ty në herë, me qenë ty full diqka me... Po, më ka ndodhë, ama tash nuk me ditë faktikisht, se nëse veç një sërë që bënd të i për qatë produkt, me njerë ka më dollë ty, tash, bëvak ju në kom lypë në Google para një jave, ta ne kom full me dikën qatë sen. Ka memorizume dhe, okej. Kështë që, qashtu mujnë marë që tu shumë letë, tash, a bojnë kompanitë në mëna kësi sen edhe bojnë, edhe të soj përket të rujtjes donave, jena me një kohë që është shumë vonë më në ronë menë që tash me rujtë donat, se ja kanë shku më të jabë. I ka kry Facebooku, më do këtë i pare këtu. Facebooku i kanë shit, i kanë enë me zveti, kështu që është nashta tremë shumë e pa evitush me puna donave, se donat janë ari i ri, në vëdin, për momentin donat janë sani kryesor që i paguin kompanit për to. Vërtet. Tash me avancimin edhe, po flasim për Apple kryesisht, ose edhe Android e të tjerat, janë edhe telefona që vinë treg waterproof, pra me qëndrueshmëri ndaj ujit, po për para shpeshherë kemi pas këtë farë telashin edhe një farë triki popullor me orez nga ka kry punë në shumicën e rasteve. A qëndron kjo? Edhe mund ka kry punë. A t'ka kry punë? Shkencëtarisht nuk e di, ama për që ka kry punë, po tash ajo është, ka mujtë edhe më varë se nëse uji ka hi në telefon, aj me kohën avullohet që aj uji, tash a ka thith orizin këtë rast, a avullu, është shtirë pak me matë, po kryesisht është sen popullore që nuk është vishtë është gjithkon edhe ka funksionua, kështu që tash. Dhe t'ja japi meritat orizit. Edhe i mirë për ushqim edhe për gjitha. Krejt në fond, sepse është edhe shqetësuse, bildes kemi pa raste, nuk e di për në Kosovë, për më duket që po, janë lajmëru dhe disa raste të tjera, për gjumin me telefonin ofër, për derisa është duke umbush me bateri. A ka në indikim kjo me mbaj telefonin ofër edhe sigurisht a ka të bëj me kablën që nuk është originale, apo pse ndodhin shpërthimet e telefonit gjatë periudhës, sidomos të natës kur janë në mbushje? Kjo është sen që ka ndodhë për para ma shumë tash rale heq. Kjo këthejme të qaj e bateri që tash të qaj parkingu, kur të mushit parkingu shumë, po supozoj, se tash unë nuk jam në ekspert në qatë pikë, po supozoj që tash janis mos me pranu rryma veç shkëndej të kabla dhe që të bëhet një nëzëjmje që supposedly mundet me shkaktuna i mini shpërthim, po është shumë sen që është kogjan mit në atë pikën që probably ke pos probleme me rrymë në shpeja, nëjsen. Nuk konë problemi tjetër konë, nuk besej që... Okej, të mos më rakose me për dhe t'jemi të kujdes. Ka një modeli Samsungut faktikisht Note 7 që para një 70 vjetë, nëjsen, që e kam bu këgjat hol telefonin e tani që ty ka pas problem bateria me litium, që ato telefona eksplodeshën edhe në gjep. Ka pas raste, po tani patën nalë me njëherë, po kryesisht janë pak raste që ka ndodhë, taman që ashtu të mush telefonin atën. Vetë përdorusi Apple, me sa po shumë.
Garant s'din me punu me Android. Unë faktikisht vonë kom dalë para një 4-5 vjetë në iPhone. Okej. Po në telefon është... Ka gjasë që këtekna, Që në telefon është qasë shumë personale, është vishë qatë pëlqen ty. Mërët më të pëlqen Androidi, mërët dy të janë shumë të mirë. Personalisht, ekosistemin e Apple-it është shumë e avancuar edhe